Mendon normale të dilet dhe të protestojt për mbylljen e TikTokut, ndërkohë që mund të ketë probleme më madhore në shoqërinë shqiptare? Patjetër, laf tjetër. Mbyllja e TikTokut, a mendon se është një finalizim i situatave shqetësuese në shoqëri apo jo? Do të mbillin TikTokun Edi Rams. Ati do të mbillin TikTokun. Jo Edi Rams mbill TikTokun. Mendon se TikToku është problemi më madhore në shoqërinë shqiptare? Jo. Ka problem më të mëdha. Po TikToku, mbyllja e tij do jetë një ezaurim i situatave dashakese në shoqërinë shqiptare apo jo? Jo. Duke qenë se jetojmë në një kohë dhe në epokën e evolucionit të internetit, cili mendon se do të ishte një apel që do bëje prindërve apo dhe institucioneve për të mos i dhënë fëmijëve hapësirë që të jenë varur nga interneti apo dhe përdorimi i TikTokut? E mira është mos të jenë varur nga interneti, as nga TikToku. Të shikojnë ato çfarë duhet me pa. Dhe një pyetje të fundit, a mendon se mbyllja e TikTokut do sjelli mungesën e situatave shqetësuese në shoqëri, do jetë zgjidhja TikToku? Jo. Problemet të janë pa numërta, po dhe ajo ishte një problem fakt. Por këto problemet më të rëndësishme janë ekonomia njëra. Arsimi, këto janë gjërat që duhen rregulluar këto. Duke qenë se për rinin shqiptare sot mungon organizimi i angazhimeve të ndryshme, sikurse mund të jenë sportet apo dhe aktivitetet tjera me cilat ato mund të kalojnë edhe kohën apo ndjekjen e një kursi diçka e tjetër. Cili do të ishte një apel që do i bëje prindërve ose dhe institucioneve përkatëse? Ti aktivizojnë sa më shumë me ato mundësi që kanë fëmijët e tyre që të mos i lënë kështu të marrin drejtime që nuk duhet. Ky është mendimi im. Menoj se nuk është një që mirë me myll TikTokun, edhe menoj se nështë të dojnë me myll se në TikTok mund është me pa tanë që atu në odhin bot, edhe në vene ku për shemull nuk ban internetin një që mirë, nësë mund është me pa se është ilegale. Janë shumë njerë si mundojnë me lyp nim me video në TikTok, edhe për një atë punë nuk është një që mirë me myll. Edhe për violencë, se më duket se kanë thonë se janë të e hekë për violencë, nuk është veç TikToku, se ka probleme me violencë, po është edhe Instagrami, është edhe Reddit është një nështë se i ka ma shumë se të tanë, edhe Facebooku i fije, so nuk menoj si TikToku është një problem një që madhë për violencë. Nuk e njoh TikToku, së më vim punë hiç. A mendoni se është problemi më madhor në shoqërinë shqiptare apo ka ende probleme më madhore? Lidhje me shqiptarët. Ja kot.